Presidenti Begaj uron besimtarët për Pashk. Drita dhe mirësia triumfojnë mbi errësirën. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar besimtarët e krishterë shqiptar me rastin e festës së Pashkës, duke përcjell një mesazh të mbushur me shpresë, paqe dhe solidaritet. Gëzuar Pashkën të gjithë besimtarëve të krishterë shqiptar. Ky kremtim i shpresës dhe i ringjalljes është dëshmia se jeta dhe mirësia triumfojnë mbi vdekjen dhe të keqen, se drita e mund errësirën, se virtytet dhe vlerat mposhtin ligësinë dhe antivlerat, shkruan presidenti në urimin e publikut në rrjetet sociale. Kreu i shtetit ka përfshirë në urimin e tij të gjithë besimtarët ortodoks, katolik dhe ungjillor, duke u dëshiruar atyre një festë të ndriçuar nga drita dhe mbushur me bekime familjare. Festojmë këtë Pashk plot dashuri, kujdes e vëmendje ndaj atyre që keni për zemër dhe ka nevojë. Përfundon presidenti Begaj, i cili ka ndarë gjithashtu edhe një fotografi të një shporte festive të përgatitur nga disa zonja të besimit ortodoks. Festojeni këtë Pashk plot dashuri, kujdes dhe vëmendje ndaj atyre që keni për zemër dhe që ka nevojë. Përfundon presidenti Begaj, i cili ka ndarë gjithashtu edhe një fotografi të një shporte festive të përgatitur nga disa zonja të besimit ortodoks në respekt të traditës.